Në dalje të fshatit Shipkovic, mbrëm antarët e shoqatës së gjuetarëve Shqiponja e Sharrit kanë vrarë një ujk, i cili ka sjellë probleme të shumta për banorët dhe bagëtinë e këtij fshati. Antarët e kësaj shoqate thonë se disa herë kanë pasur ankesa nga banorët e fshatrave të malësisë së Sharrit, pasi kafshë e egra kanë hyrë në brendësi të këtyre vendbanimeve. Mbrëm në fshatin Shipkovic, Blerim Nazifi e ka vrarë një ujk, i cili ka bu shumë dëm në fshatin Shipkovic dhe në fshatrat e malësisë për rreth. Ki nuk është i vetmi, si mjet kemi shumë ankesa prej fshatarët e malësisë Sharrit, ka shumë ujk, po ki është ujku i ditë këtë sezon që është e vrarë. Gje ka përfunduar sezoni gjuetis, ama në ujku dhe pra këto jenë gjahë dëmtor, dhe me thonë për këto është ton sezonën e lejohme për t'i vrarë. Ndërsa kafshë tjera jenë të ndaluar të dinë gjithë gjuetarët që prej 28 shkurtin është ndaluar gjueteja. Ndaluar është thiu, lepri, kaprolli, follonza e fushës, follonza e malit. Këto janë të ndaluara rrepsisht, e ne ju lutëm të gjithë gjuetarëve që ta kenë parasysh se ka dënime shumë të rënda, ju lutëm të respektojnë rregullat. Ndërsa rojtari i Pyllit bën të ditur se prej datës 1 tetor deri në 28 shkurt ka qenë e lejuar gjuetia në Pyll dhe të gjithë gjuetarët janë përmbajtur rregullave. Gjatë sezonit gjuetisë që ka qenë e lejuar gjuetia, prej parin e 10-it, e deri me 28-in e muajit ditë, kemi të dhëna nga tereni se kemi të vrarë 7 dera të egër, dhelpra dikund 10, fazana një 10, follonza të fushës shumë pak janë vrarë se nuk kemi numër të duhur, të malit janë vrarë një 20 copa, kështu që unë si rojtari i gjahut jam i kënaqur me gjuetarët, kanë pas disiplinë, kanë qenë të rregullt, kanë qenë të disiplinuar, edhe më të qenë ngel veç ti përshëndes në mbylljen e sezonit, se prej tash gjuetia është rrepsisht e ndaluar. Vetëm raste të ralla të cilët egrësirat të cilët bën dëm, të janë të dëmshme, ato gjuhen me ekip të gjuetarëve, mbi 3 vetë e nalt, kështu që mirët leje speciale edhe shkohet në vendin ku ankohen fshatarët ose dikush i ka problem nga ujku. Gjatë kohës së ndalimit të gjuetisë, gjuetarët duhet të kujdesen dhe të mos dalin në gjueti në atarin e gjuetisë me qëllim që të mos largohen nga vendet folete adaptuara. Në këtë periudhë kohore organet kompetente për ruajtjen e gjahut do të jenë prezent në terren.